Mirëmëngjes të gjithëve. Ditë të bukur të keni. Mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes të Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ftojmë këtu tek këndi ynë i gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Sot do të bëjmë gatime të cilat mund t'ja referojmë edhe ditës së shtunë dhe të diel, sepse janë kaq, domethënë, të mira që mund t'i përgatisim edhe për të shtunë dhe për të diel që mblidhemi të gjithë rreth tryezës familjare. Mendoj që është mirë t'i kushtojmë vëmendje të shtunës dhe të dielës. Atëherë, pa humbur kohën, fillojmë me njëherë të themi recetat që do të përgatisim sot. Pra, do të bëjmë këto filetot e viçit, të cilat do t'i aromatizojmë dhe do t'i vendosim edhe nga kjo prosciutto. Domethënë, janë shumë të thjeshta, shumë të shpejta për të përgatitur, do t'i shikoni se sa shpejt. Do t'i shoqërojmë këto me pilafin, të cilin këtë pilaf nuk do ta bëjmë thjesht një pilaf të thjesht, do të hedhim edhe qep, karotë, specë të kuqe, specë si jeshil, varet domethënë çfarë mund të ndodhet juve, me gjarp, krip, piper, edhe një lëng mishi, nëse keni ose një lëng perimesh. Pra këto janë për pjesën e pilafit që do të shoqërohet me filetot e viçit, të cilat tash do t'i bëjmë me prosciutto. Kemi petulla që të filloni mëngjesin e të shtunës apo të dielës me petulla, të cilat mund t'i shijoni sipas dëshirës me djath apo dhe me mjalt apo dhe me ndonjë çokokrem që kanë qef fëmijët, të cilat do t'i bëjmë me këtë mielin ap dhe me kosë, 2 vezë dhe 2 lugë vaj. Edhe krip. Bukuri. Ikën dhe petullat. Pastaj? Sigurisht që këtë tryezë nuk do t'a lënim vetë, domethënë pa një sallatë, dhe mendoj që të sillim një sallatë të ngrohtë, të cilën do t'a bëjmë me lule lakër. Kemi karota, kemi specë gogozhare, 2 thelpinj hudhër, një qep të cilën këtë e kemi prerë në fetza, dhe do t'i bëjmë një shije shumë të mirë që do të bëhet me uthull, me mjaltë, me vaj. Sipas dëshirës mund të shtoni këtu një lugë mix erzash, sepse i jep shumë shije sallatës së ngrohtë. Patjetër kam edhe hudhër pluhur, krip edhe piper. Pra këto janë dhe përbërësit e sallatës. Do të fillojmë dhe do t'i përfundojmë të gjitha njerëz, dhe që të fillojmë dhe të përfundojmë, do të fillojmë kështu, që do të fillojmë fillimisht me pjesën e përgatitjes së pilafit, që do të hedhë 2 lugë gjalpë dhe 2 lugë vaj. Okej. Pra do vëmë para gjysmën e recetës të parë. Recetat sot vinë si vazhdimi njëra tjetrës, pra mjaftojnë për nga mëngjesi e deri në drek, pra duke e nisur me petullat e duke e përfunduar me fileton e viçit që do të bëhet gjithashtu edhe me pilafin me perime, kështu që është një drek mëse e plot, gjithashtu edhe sallata me lule lakër, që nëse doni t'ja shtoni drekës mund t'a bëni, po pse jo, mund të jetë edhe për mbrëmje shumë mirë kjo sallata dimrore me speca, karot, qep, edhe me lule lakër. Kështu që mbetet për t'u parë edhe mënyra se si Katerina do t'i gatuaj, ti mësojmë, të shohim recetat pas pak, t'ju njohim me produktet që ne zgjedhim edhe çfarë doni më. Të gjitha gati jo a kemi dhënë. Vetëm t'i provoni mbetet, sigurisht që duhet t'i gatuani në shtëpi, ose t'vini këtu pastaj mbas emisionit edhe të marrim të gjithë nga një lugë në dorë. Jeni të mirë pritur, kush ka dëshirë që të vi që të na i shijoj dhe t'i degustoj këto gatimet që neve përgatisim këtu në studio. E vërtet. Pra si që shikoni, pilafi nuk do t'jetë ai pilafi bardh, por një pilaf me perime, dhe bëhet krejt më ndryshe. Pastaj perimet mund t'i përzidhni vetë juve, mund të shtoni ndonjë bizele nëse keni, por edhe kështu mënyrën se si unë e sjell, del pilafi shumë i mirë, rëndësi ka që juve ta përgatisni në mënyrën e duhur, pra kavardisim, pra thjesht sa të zbute, nuk duam një kavardisje të rëndë, ndërkohë që këtu kemi vendosur në raportin, nëse do kemi 1 filxhan oriz, do të kemi 2 filxhane lëng mishi, lëng perimesh, ose dhe shqeto ujë, çfarë mund t'i ndodhet juve, ndërkohë që këto janë zbutur, orizin e kam të larë dhe po thuaj se është tharë, ta lëni në kulles që të tharë. Kati kjo është kokor gjatë apo basmati? Basmati. Basmati është, okej, se e shoj që vjen mirë, mund të përdorin në çfarë do lloj orizi, nuk ka problem. Mund të përdorin këtë, nëse ashtu se janë ca orizë, do të thënë që janë më ekonomike, mund të hedhni 1 filxhan basmati edhe ta trazojnë, sepse ajo e ndihmon që të ngelet i shkrifët. Kështu që e bënim dhe neve disa herë, ndërkohë që dhe atë orizin që është një oriz ekonomik, mund ta bëni me një dorë makarona, të cilat e ndihmojnë që të ngelet orizi i shkrifët, mos të qylloset orizi. Por e rëndësishme është e pjesa e orizit, që të dimë domethënë dhe mënyrën e përgatitjes së pilafit, që mos të qylloset, nuk është vetëm pjesa e llojit të orizit që zgjedhim. Po. Se kemi mundësira, domethënë ashtu siç ju thash, që të bëhet ai kombinimi me një
pak oriz cilësor ose edhe me makarona, që të ngele do me thënë i shkrifët. Tani për pjesën e këtyre... Filloj me filetot. Duhet të tregoj Janë darë në një trashësi më pak se 1 centimetër, nuk i kemi rrahur? Jo, Okej, ashtu ka siç nevojë janë. sepse janë filetot, është pjesa më e butë e llojit të mishit. Do të rrifni nëse do të keni filetot të cilat janë nga pjesa e mishit që është më e fortë. Nëse këto është pjesë e butë, e cila nuk ka nevojë këto piqen me njëherë, sot duan 2-3 minuta nga një anë, 2-3 nga ana tjetër dhe janë në rregull. Do t'i shuaj me verë. Kam verën këtu, Anila, e kam lënë gotër. Dhe i shuaj me verë. Sepse haruam që do t'i shuajmë dhe me verë. Me verë të bardhë, ndaj quhet fileto viçi me salcë të bardhë. Pra nuk do të kemi as... Dhe do t'i kalojmë edhe në miell, por ajo do Çfarë të jetë ke në zgjedhur nga momentin. tona sot? Kam zgjedhur këtë që... Okej, ta lëshojmë pak. Anila i bën shumë të mira, kjo i jep shumë shije, të ta iqim këtë këtu tani. Sa të mira janë. Sepse këto ja do t'i vendosim këtu. Nuk është Shumë se të do mira. zgjedhim shumë, nga një Pra ose dy, kjo është pjesë nga e jep shije. qafet y mosur crudo. Okej, shumë mirë. Ndërkohë, meqense se jemi tek tona, ne këtu kemi dhe një shport të vogël që ka shumë pak nga produktet që gjeni në treg nga tona, sepse ka shumë edhe më shumë se sa kaq. Po ne kemi gatuar gjithë javën, sa i kemi ngrënë, sa i kemi gatuar, po na zbrazat shporta pak nga pak, ama në emrin e tonës ju gjeni gjithçka. Proshut, turist artizanal, gjeni kremviçet e ty mosura të mbushura me djath, salçiçet të mishrave të ndryshëm, pancetën, gjithçka që ju duhet në shtëpinë tuaj, asnjëherë nuk mungojnë në fakt të produktet në shtëpi, se përveç se i vendosim shpesh në receta të ndryshme, në makarona është një zgjidhje për shembull, thjesht një proshut apo copëza sallami dhe ja ku kemi kryer një pjatë shpejt e shpejt, por edhe mishrat kur i kombinojmë edhe me ndonjë fetë proshutet të ty mosur, si qka ti po bënë sot, merë një tjetër arome, një tjetër shije. Kështu që janë të domosdoshme në shtëpi, i shijojmë shumë në gatime, të skuqura, në zgar, në tostet, në rastin e proshutrave. Tona është alternativa më e mirë që ne zgjedhëm këtu në Villa 24. Jo vetëm ja propozojmë, por e dim që tashmë prej kaq shumë vitesh në tregun shqiptar, konsumatorët e njohin edhe e kanë gjithashtu emrin e tyre të preferuar. Edhe pak sekonda të tjera do të marr, jo vetëm për të treguar se me çfarë mbushim në shtëpinë, por pse recetat tona dalin vërtet shumë të mira, shumë të shijshme dhe ne me zor presim që Kati ti mbaroj e ti shijojmë në të njëjtën kohë, sepse janë pikërisht produktet ushqimore që ne zgjedhim për të realizuar këto receta. Kompania Atlas vazhdon të jetë pjesë e shtëpisë tonë me mielin Ola dhe me pasta Ola. Mielin Ola tashmë ju e njihni dhe e di që është i preferuari juaj, që nga mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli i misrit, i bardh, i verdh, mielli integral. Me mielin farin ap do të bëjmë sot petullat shumë të shijshme, pra që ne e dim që është mielli i duhur në përgatitjen e kekrave, sepse jo vetëm realizohen shumë shpejt, por nuk do përbërës të tjerë, sepse ka brenda aromën e vaniljes, të portokallit apo të çokoladës, gjithashtu edhe pluhurin fryrës. Por nga ajo që ne kemi kuptuar nga Katerina është fakti se mielin farin ap e përdorim edhe për receta të tjera, si që sot ta përdorim të petullat, apo kemi bërë edhe buk gjithashtu. Kështu që mund të eksperimentoni edhe ju në kuzhinë dhe të kuptoni që pikërisht nga këto idet e reja vinë edhe recetat plot shije. Unë përmënda petullat sot dhe do doja të ndaloja edhe pak tu, sepse vërtet ka pak përbërës, por duhet jenë cilësor që petullat të marrin ngjyrën, të marrin shijen, të marrin edhe volumin. Kështu që petullat me kos edhe me vez janë gjithmonë një sukses në gatim, ndër të tjera nuk thithin edhe i ndyrë, ndaj vezët tona O Vital janë vezë të freskta, cilësore dhe të shëndetshme. Cilësi ushqyese e shkëlqyer me aromë delikate, veza O Vital kur thyhet, siç edhe e keni parë sepse ne tregojmë këtu, qëndron kompakte dhe e plot. E verdha e vezës është viskoze e rumbullakët, ngjyrë portokalli e thellë dhe madje ka edhe një diametër të caktuar dhe një lartësi të caktuar që nëse ne në shtëpi jemi pak të vëmendshëm në momentin që gatuajmë dhe thjesht thyejmë një kokër vezë, e kuptojmë që kemi të bëjmë me një produkt cilësor dhe cilësor në 4 stinë, siç janë vezët O Vital. Kati po më prej dhe unë e di, kështu që... Pres, Anila, gjithsesi dhe informacioni është i dur për anvisat, kështu që të dashur anvisa në momenti që është ka vërdisur, do me thënë orizi, dhe është momenti që është gati për të shtuar tani lëngun e mishit ose lëng perimesh që unë ju thash. Dhe është shumë i domosdoshëm që të jetë i valuar, do me thënë të jetë i ngrohtë. I nxehtë, po, shumë i nxehtë.
e hedhim. Kur kemi tiganin kështu do me thënë, hedhim pak në fillim fare, nuk e hedhim të gjithin. Hop, tani. Tjetra është një trazim fillimisht dhe pastaj e lëm kështu, duke mbuluar me kapak. temperaturën. Dhe duke ullur edhe temperaturën. E vendosim në një temperaturë mesatare. Tani, si i bëri gati këto fileto, se nga që unë po flisja në atë Mbajta moment? një anila që të tregojnë ambisën, faleminderit Kati. Atere, ndërkohë, Në pasi fileton, po? kemi vendosur, si që është filetoja, vendosim këtë pjesën e proshutës dhe me një sikadente e kapim, se është shumë delikate, ju thash. Ja, nuk e di nëse shikohem. Po, mendoj se po. Ku kemi, kam për pra edhe proshutën edhe një degëz rozmarinën. Rozmarinë, sepse rozmarina do ta aromatizoj. Edhe bëhet kështu, si lule. Një mendje kemi pas Anila. Unë bënë që kësi shpesh kjo punë. Mos kemi të njëjtën mendje. Po tani. Atëherë. Ka ishtë do bëjmë marinim, nuk do bëjmë, jo? Tani, për momentin do t'i lëm kështu, sepse marinimin do t'a bëj në moment që do t'i vendosim për t'i gatuar, sepse këto thashë nuk duan shumë ko, unë do t'lë pilafin që të na bëhet gati, dhe këto do t'i lëm që të kthehemi në momentin tjetër, e dua në momentin e fundit kur do servir pilafin, që t'i bëj gati dhe të servir bashkë me pilafin. Ndërkohë do t'kaloj këtu të pjesa ke vendosur ujë nëse, lakrës, ta ndezim të sopën? Po, shpejt e recetat, ju lutem, t'i shohim sepse janë pak të gjata, kështu që do na duam pak kohë t'i lexojmë, po e dim që është e domosdoshme sepse i duam t'i kemi edhe të shkruara. Fileto vici me salcë të bardhë dhe pilaf me perime. Fileto, 4 fileto vici, varet për sa persona po gatuani, 4 feta proshut nga tona, 4 degëza rozmarin, 2 lug miell, 2 lug gjalp, 1 gotë vere e bardhë, krip piper ose mix erzash. Edhe pak fare, Kati, se ti i ke bërë, ta qëmë puna deri në fund. Në regull, zemë. Duke kaluar kështu të receta tjetër. Bëj mielin gati unë edhe. Pilafi, okej. Skaj gjë, më lexova vetëm titullin dhe më duk sikur si ishte ndruar receta. Okej, pilafin sa po e gatuam, kështu që besoj e pat, kur të kemi kohë do ta rikthejmë përsëri dhe Jari Gjana e rikthen me një herë, lexuam pra pikërisht përbërësit e filetos dhe kjo recetë ka pjesën e saj të dytë të pilafit, me 2 filxhan çaj oriz, 2 lug gjalp, 3 lug vaj, 4 gota lëng mishi ose perimesh, 1 qep, 1 karot dhe gjysmë speci kuq. Petulla me miell, farinape dhe kos, 500 gram miell, 250 gram kos, 2 vezë, 2 lug vaj, 1 lug çaj krip edhe vaj për skuqje. Salat me lule lakër, 1 lule lakër, 1 karot, 1 qep, 1 spec, 2 thelpinj hudhër, 4 lug vaj ulliri, 2 lug usull, 1 lug mjalt, krip, piper dhe majdanoz. Okej. Jemi në regull. Këto ishin recetat. Sa të na recetat. bëhet uji gati, do shtojmë aty lakrën për të na zirë. Fillimisht shtojmë pjesën gjetheve jeshile, që janë të forta. Jo, s'ka problem, Anila, se e kemi kohën. Jo, vetëm një periudhë të shkurtër, lakra hidhet në ujë të nxehtë. Po. Ashtu, pas kam përgabim që tjetën. E mbush aty me ujë, të ftohtë e vë të zihet. Jo, duhet, po, shiko, ajo shpërbëhet. Ujë nxehtë duhet zemra ime. Pastaj sidomos të gjethet jeshile që duan ujë të nxehtë për të ruajtur atë ngjyrën. Po, unë gjethet si gatuaj fare, ja heq, po. Jo, janë të konsumueshme, ato hahen. Kanë kalcium. Jap se na duhesh, Kati. Atere, jo, ato madje janë shumë të shishme. Ashtu, ja do i provoj sot. Atere të dashur Anvisa, ne do të përgatisim petulla tham, do të hedhim një pako, si që është kështu e plot. Dhe ta marrë të pjesën e 500 gram banaj paketimi. Po. Do të hedhim 2 lug vaj, fillojmë na duhen dhe 2 vezë. Se pora dhe pak më tepër vaj, nuk ka problem. Nuk prish punë. Do të marrim edhe 2 vezë, një të bardhë, një kështu. Dhe të marrim jo, ta bëjmë atë provën gjithmonë që themi. 500 gram miell farinap, Kati ka zgjedhur paketimin e miellit farinap të kuqen. Po. Ju në shtëpi gjithmonë që merrni vezët, bëjeni këtë si thua është veprim. Neve jemi të sigurt për punën e vezëve, po gjithsesi ja do ta hedhim këtu, do ta shikoni. Ja duket. Vezët i kemi shumë të mira, shumë cilësore, kështu që edhe kur i hedh nuk prishen. 500 gram miell, pakës vaj, 2 kokra vezë.
Kaq kemi shtuar deri tani tek brumi i petullave që jemi duke Një përgatitur. luftë tjetër që të hedhim edhe krip. Krip. I trazojmë që të ma iki, do me thënë, kripa gjithandej, dhe bashkë edhe me vezët. Dako, do shtojmë këtu edhe një pjesë të kosit, ju kam thënë gjithmonë, brumi do të bëhet si brumi që hapim petët. Brum byreku, më ndryshe. Ta. Edhe ju kam thënë gjithmonë që të mos keni problem, e shikoni, e hidhni në mënyrë graduale kosi. Trazojni një qikë nëse është pak i plot. Nëse ta kishë marrë me një e, po s'ka që. S'ka problem. Ja marrë një karpicet, thjesht për të. Që unë s'po i gjej ku janë. S'ka Gjanila se do t'a pastrojmë pas e do t'a Okej, fshim. mirë. Bez duhet jetë në rregull. Do t'a pregatisim brumin, do t'a lëm të pushoj, dhe kur të kthehemi, do t'a hapim në një pet në rreth 1 centimetër, ndoshta edhe më pak, trasim. Do t'i japim. Do t'i presim në forma dhe do t'i vendosim për t'i skuqur. Okej. Dhe duhet të dini që bëjnë shumë të buta, shumë të shishme, nuk thithin vaj. Ka që ngjeshur duhet jetë. Po. Nuk ka nevojë. Në momentin që tërhiqet, do me thënë, dhe nuk ka këtë pjesën, shkëputet nga ena, themi neve që është në rregull brumi. Pra një brumi tillë. Shumë mirë. S'ka nevojë që të ngjeshet shumë. Se do lihet edhe të vi, do bëhet një punim i dytë kur të... Do i bëjmë një punim të Okej, dytë, kështu do që t'i vendosim pak miell te pjesa e vendit që do t'a hapim te tryeza dhe do t'a kemi gati. Okej, Anila, do t'a çfarë do ta vendosim mbuloj? këtu, po mund t'a mbullosh me pecetën. Vetëm me pecet, jo me qese. Jo, s'ka nevojë. Okej. Ne këtu do t'a lëmë ai sa kohë do të kemi, po themi maksimumi i kohës së pritjes së qëndrimit të brumit, duke qenë se jemi live është 15 minuta, me gjithë kohën e shkëputjes që do të kemi më vonë, ndërsa në shtëpi Kati sa do t'ishte e rekomandueshme të qëndronte brumi? 15-20 minuta Mirë është jemi, do me mjaftueshëm. thënë. Okej, se mendova se do t'a ngusnim Jo. për shkak të kohës. Tani do merremi me filetot apo me sallatën? Me Tani, nëse sallatën. uji është bërë gati, do hedhim neve ato. Gati më duket mua. Po, vlon. Është bërë gati, të hedhim ato njëherë që ti kemi t'i vendosim për para dhe ato. Okej. Tani, Janë në në fillim rregull, vendosen bishtat? Bishtat, po se janë më të forta këto. Shiko, kërcejt Okej. janë shumë më të fortë. I lëm pak minuta dhe pastaj shtojmë... Edhe pastaj shtojmë lulet e Lulet. lakrës. Sepse nuk duhen zier shumë. Lulet e lakrës i bëjmë kështu, i ndajmë në degza të vogla. Ja, në lule. Në boqe. Në boqe kështu të vogla. Edhe sigurisht që duhet në ujë të nxehtë. As krip as gjë? Fillimisht jo, do t'i hedh ashtu, pastaj kur do hedh këto, do t'i hedh edhe pak krip te pjesa që do të hedhim boqet brenda. Ti lëm pak që të na bëhen gati. Se të mos i lëm. Ndërkohë, le të fillojmë. Pilafi është Pilafi bërë duhet gati. i bërë, po pra, e shoh që... Pilafi është në momentin që duhet të mbuluar. hiqet kapaku. Për momentin ti mbulojmë dhe këtë me një pecet guzhine. Shiko, sa thjesht bëhet dreka. Ja, shoh dhe një pilaf me perime e një sallat do t'ishte... Okej. Ta lëm këtu si që është, në temperaturë të sobës do t'a lini dhe ju. Madje e mbuloni edhe me këtë kapakun kështu. Fikini sobën plotësisht dhe lëni që të bëhet gati. Bukuri. Tani, Do bëjmë filetot? mendoj që të bëjmë këto, të kavërdisim këto, Okej, Anila. ti e di. Kështu që Si vazhdon i kjo vëmë receta? përpara. Në rregull? Kjo duhet kavërdisur. Qepa, specat, karotat, okej. Kështu që do shmanget pjesa, se thash që këto duhet ta lë ta bëjnë në fund fare. Ti kem të ngrota salcat të serviret bashkë Në me. rregull. Ti e di? Ja, do t'i lëm kështu. Pilafin do t'a heqim Pra unë duhet të tani. t'i afroj këto, apo jo? Të duhet qepa edhe specat? Kështu që pilafin e heqim edhe këtu. Ja, e kemi aty. Vendosim këto. A ta kaloj nga soba tjetër këtë? Që të punosh rehat, si thua?
Në rregull, Anila. Anila. Ta krau ktesës, besoj se do na duhet Shumë më të jo, shtekoj. nuk është se ma verse ajo që më duhet. Vendosim këtu dhe tregojmë U fik prapë. soba, Anila. U fik ajo. U fik. Ja se e shoh unë. Është në rregull? Faleminderit. Të lutem. Atëherë, këtu tek pjesa e yndyrës, do të hedhim qepët, të cilat siç e shikoni, nuk është e thënë se meqense kam qep të kuqe, nuk ka problem, një qep të zakonshme. Por e shumë e rëndësishme është të pritet kështu në gjysmë rrethi. Në fije shkrepse gjysmë rrethi. Fije shkrepse kemi pjesën e këtyre karotave edhe të hudhrën. Po. Kam lënë hudhrën me këtë Marin. Çfarë do? Më thuaj se ti jap ajo. I kam, po nuk i shikoj. Krip. Pak krip. E t'ja hedhim dhe piperin, tani nuk ka problem, një sasi piperin. Duhen këto që të na zbuten pak, nuk është se do të bëjmë skuqje të rëndë, thjesht të na zbuten, se dim të gjithë që këto vlerat dhe ushqimore dhe vitaminat i përmbajnë në momentet që i konsumojmë kështu si që janë të freskëta, por në mënyrën që neve do t'i shoqërojmë me lule lakrë, duhet që ta kemi pak si të zbutur. Tani e mbajta këtë hudrën, sepse duhet ju tregoj diçka, kjo embrioni i hudrës, mirë është që të hiqet, sidomos për ata që kanë probleme me stomakun, sepse ngacmon stomakun. Kështu që e heqim edhe hudrën e hedh kështu të plot. Kjo nuk e ka shumë të zhvilluar, por megjithatë. Zakonisht e kanë këto hudrat e mëdha. Po. I hedhim dhe këto dy thelpinj hudër, do të shtojmë këtu tani edhe karotat edhe speci. Okej. Duam që të na zbuten, si që ju thash. Ndërkohë, aty kam për të përgatitur, ato besoj duhet jenë bërë gati, Anila, do të shikojmë. Të shtojmë lulet. Po, të shtojmë lulet e lakrës. Pra, përgatuajmë salatën me lule lakër, pra të dyja... Krip duhet të hedhë edhe këtu. Nuk të duhet kjo, jo? Jo, këtu duhet të bëjë salsën me këtë. Aty e kemi për tjetër gjë. Po, tesë për punë e kripës. Hedhim kripën, tani nuk do t'i mbuloj më. Okej. Filloj të hedhim dhe këto boqe. Pra, në njërin tigan, po skuqim qepën, specat, karot dhe hudra, në tiganin tjetër, po zihim lule lakrën, duke e nisur fillimisht nga gjethet dhe më pas nga boqet e saj. Do të ketë kjo salat dhe një fazë tjetër të salcës, me vaj, umthull mjalt, erza. Edhe këto erzat. Do t'jetë e plotësuar. I heqim për momentin, nuk na duhet kapak ma. Se nuk e shtojmë tani kapakun, se nuk e vendosim kapak, se na ke shpjeguar shumë shpesh pjesën e spinaqit që zihet e tjere tjere. Që në fillim nuk duan, do me thënë, kur kemi që zihem jeshillëqe, nuk duhet vendosur kapaku. Sepse prishin ngjyrën, oksidojnë, do me thënë, nuk kapaku, avujt e kapaku dhe këto, nuk e lënë lakra, do me thënë, burzat dhe këto që i hedhim brënda, e nxin. Kështu që ato duhet të jenë kështu, pa kapak. Lakrat gjithmonë duhet të zihen pa kapak, që mos të nxjihen. Dhe tjetra, pasi i zihen, duhet i kalojmë në ujë të ftohtë, që të në rrjedhën e çezmës, që të kenë mundësinë, domethënë, që të ruajnë atë ngjyrën e, sidomos kjo bëhet te pjesa e spinaqit. Po. Po thuajse, domethënë, gati këto thjesht një zbutje të lehtë do të bëhen. Do të marrë tani të përgatisim edhe salsën, me që ashtu i vendosëm gjërat për parë. Le të përgatisim edhe këtë salsën, që do të thotë. Këtu kam erzat. Shiko, hedhim erzat dhe pastaj i presim zonjat, se bendoj... Më mirë, mos t'i hedhim parë, mos t'i hedhim asgjë, i presim dhe i tregojmë. Në këtë rast, ka shumë rëndësi kjo salsa, se është, le themi, shija kryesore e pjatës. Në rregull, le të na presim të zihen ato, të na bëjnë ato gati. Të rikthehemi pastaj të përgatisim salsën dhe ta bëjmë të përfundojmë sallatën. Kështu që këtu jemi ne, faleminderit ty Kati, pas publicitetit vazhdojmë me gatima. Në studio për të vazhduar me gatimet edhe me recetat tona që i kemi nisur që herët, janë 3 të tilla, petulla me kos me miell fryrës, sallat me lule lakër dimrore edhe me perime. Kemi përfunduar një pilat me perime dhe tani është momenti që ne të bëjmë. Tani neve do të bëjmë, si thuash, skuqjen e filetove të
diçit, të Okej, cilat në më rregull. përpara, siç e shikoni, i kemi vendosur nga një prosciutto, kemi vendosur nga një degë rozmarin, dhe jemi gati tani që t'i kalojmë, si thua, tu kemi hedhur një miks erzash, i shtoj dhe pak piper, Okej. do t'i shtoj dhe pak krip, janë shumë të buta, thash, dhe nuk duan të rrifen, to kalojnë në miell, shkunde, vendose nga pjesë e miellit përpara. Aha. Vetëm në gjalp? Vetëm në gjalp. Vetëm në gjalp. Okej. To janë shumë delikate dhe nuk duan shumë për të bërë gati. Edhe janë të prera dhe hollë, kështu që Okej. Në temperaturë të lartë gati? në temperaturë të lartë, po. Në rregull. Pra, në fillimisht të vendosim nga baza që nuk ka as prosciutto as rozmarin për të ta mpiksur pak dhe pastaj e I kthejmë lëm në krau 2-3 tjetër. minuta këndej dhe pastaj do t'i kthejmë dhe nga ana tjetër, do t'i shuajmë e verë, do t'i lëm të avullojë alkooli. Në fund pastaj do t'i heqim duke shtuar tek pjesa na krijohet një lloj salce, pak fare lëngje, domethënë pak ujë, që të servirim pilafin. Okej, të cilin e kemi përfunduar dhe kemi vendosur në një pjatancë, gati për të shtuar edhe filetot. Ndërkohë që këtu këtë vajin ta kthej në nxehtësi, në temperaturë? Po, mund ta kthesh anil. Sepse do të bëjmë skuqjen e petullave, kemi përgatitur një brum të ngjeshur, një brum të ngjashëm me atë të byrekut, bërë me mielin farinap, me kos, me vezë, me pak skripe dhe pak vaj. Temperaturë mendova se ashtu të lutem ndizë dhe rregulloj edhe një herë, po. Edhe thash prandaj s'po fillon ajo. Se duhet fillonte me një herë. Ja, se është ngrohtë, kështu që duhet kisha të ngrohtë tiganin dhe duhet të jetë i nxehtë, sepse kur e vendosim pastaj dhe qëndron të ftohet, na lëshojnë lëngje dhe na thajnë. Sa diçka ajo. Janë shumë delikate. Në çfarë faze jemi ne me sallatën me lule lakër? Është zjerë lule lakra, janë kapërdisur në një tigan, qep, speca, karota, të prera. Tani jemi në fazën që do të përgatisim këtë salcën. Okej. Atëre, të dashur Andisa, si që shikoni, këtu kam mbajtur pak nga lëngjet që kam zjerë pjesën e lule lakrës, do të edhim në një enë të uthullën, do të shtojmë edhe mjaltin. A dhe ti hedhë pak ujtë në zetë këtu të kjo. Që të shkri pak edhe mjaltin. Të shkri edhe mjaltin. Edhe vaj ulliri. Edhe vaj ulliri, por më përpara do shtojnë dhe këto erzat. Kam miks erzat, piper, hudhër, krip. Do i trazojmë, që të na bëhet, si të shkrije dhe mjalti. Po. E ndihmojmë pak me këtë pjesën e lëngut që kemi mbajtur. I duam këto lëngje që të na dalin pak edhe këtu brenda lëngje, ndërkohë do të shtojmë edhe vaj ulliri. Na bëhet. Shiko, kur hedhim vajin e ullirit, me njerë Fillon të trashet, të pikset, bëhet një salse. Po. Të salsën tani e hedhim. Dhe marinojmë lule lakrën edhe perimet. Tani, si pas dëshirës, nëse doni juve, mund të shtoni akoma edhe lëng limoni. Cip limoni, lëng limoni. Okej. Kjo është... Sa e mirë duket dhe sa thjesht u bë. Shumë e thjesht, por shumë e shishme delanila jo. Që mund të konsumohet edhe kështu, pra e ngrohtë. Recetën do ta kemi pak më vonë në ekran, që t'japi mundësi tani të përfundojmë edhe recetat e tjera. Do merremi me petullat apo me të gjitha në të njëjtën kohë? Të gjitha në të njëjtën kohë. Ja të shohim se si është. Nëse donte pak akoma, do t'i lë edhe pak, domethënë. Okej. Do t'i kthej edhe nga kjo anë. Ishte pjesa e tiganit që nuk na u... Por këto janë shumë delikate. Ka të kërkojnë ndjes, me njëherë do të kalojmë linjën e Departamentit në Informacionet. Recetave tona i duhet edhe pak fare kohë për të përfunduar, ndaj ne jemi përsëri së bashku, duke u kujdesur për fileto, duke u kthyer nga njëra anë në tjetrën me kujdes, sepse nuk duhet të prishet edhe forma, të ngjajë dhe bukur pra në momentin që do të serviret në pjatë. Është momenti tani që ne do ta shuajmë me verë të bardhë, do ta lëmë domethënë që të avullojë alkooli.
Do t'i lëm kështu, të reduktohet vera, të avulloj alkooli, dhe sa ajo që të na bëhet, të harim edhe kohën. Këtu kemi mielin, shikoni se si është Kjo zbutur është pamja e mielli, miellit, e brumit, pra që është lënë rreth 20 minuta të qëndroj, i bërë shumë thjesht, i punuar shumë pak, pa ju lodhur, pa ju sforcuar, do hapim një pet të trash. Po, e ndihmojmë pak me pjesë të miellit. Edhe pak nga ana tjetër. Pastaj nëse keni forma juve të ndryshme, po kemi mielin që ka bërë shumë Shumë i i mirë, që mirë, si ka hapet me ardhur, njëherë. sikur kemi hedhur maja brenda. Se ka plurin fryrës mielli farinap, kështu që e kanë ndihmuar. Edhe është ajo që themi që duhet të çlodhet mielli, brumi, më falni, se e tham miell. Okej. Na bëjnë ca petula shumë të mira. Vajin e kemi vendosur të na bëhet gati. Madje është djegur më shumë se ç'duhet, ta largoj pak apo do më thuash pastaj e duan të nxehtë? Si thua? Heqim këtë pjesën këtu, Anila, se sa Ti merr hapësh kjo pjesa formën, këtu. po e largoj vetëm pak sekonda nga vatra që mos na Hedhim këto të parat. Mund t'i bëni në forma të ndryshme dhe në madhësi të ndryshme. ta kthej tigane në vatër? Po. Sepse tani shtojmë petullat një nga një, kështu që na duhet. Me ndihmën e asaj, do t'i Shisa volumorën me një herë. do ta lëmë që të na reduktohet pak pjesa e verës, dhe ndërkohë që edhe na zihen. Në fund fare, do t'i shtojmë pak gjalp që të na lidhet akoma më tepër pjesa. Anila, jemi mirë aty? Po, shisa shpejt u fryn ka atje. Po, tani duhet të ulim pak temperaturën, Anila, lutem. Sa? 6? Po, 6. sa dhe ato të më bëhen gati. Nëse dhe ju keni një pjatancë në madhe në shtëpi, mirë është i shoqëroni, do me thënë t'i vendosni bashkë. Sa të lezetshme u bën këto? Bëjnë shumë të mira Po, ato, pra. Anila. Të falenderoj në fakt që edhe e jep edhe ti atë. Çfarë jam unë? Kjo është pjesa më e rëndësishme. Ti qëndrosh këtu dhe ti shohësh. Më Kati, si po shkon andej? Këtu jemi mirë, neve jemi drejt përfundimit. Këto janë bërë gati. Edhe pak minuta dhe do të kemi gati pjatën me asa e mirë doli ajo, shse lezetshme. Por tani duhet që të bëhet reduktimi i Ajo, salsës. salsa, okej. Edhe Të këtu te skuqim edhe salsa trapetula. duhet shtuar pak gjalp prap. Anila, mund t'i vendosësh ti ato petullat? Po vazhdoj unë këtej, do mbushim pjatën e parë, edhe pastaj, çfarë na mbetet e bëjmë gjatë kohës së shkëputjes, rëndësi ka që të kemi Hedhim pjatë mbushur. gjalp. Okej, mirë shumë. Dua këtu pak që të më... Ajo ka lëshuar mielin tani aty edhe e trashë. Edhe bëhet një salcë mirë, duke shtuar edhe pak gjalp. Ate u tregoj pak petullat dhe nga brënda, se ai meraku më i madh i petullave është mos qëndrojnë të pa pjekura, pra mos na rinë qull brënda, por në këtë rast, siç e shihni, janë të buta, të shkripta, të fryra, edhe të shishma. Si janë bërë, Anila?
Kthej dhe ato tjerat, mos të na marrin shumë. Kthej dhe ato të dy të tjerat. Shikë, nga mua e ke mendjen ti, s'ke besim fare. Jam për shumë të mira, Kati. Kjo salsa jonë shiko se sa e mirë që është lidhur salsa. Atëherë. Kjo është salsa që jep shijen përfundimtare pilafit, filetove, duhet kemi kështu shumë kujdes te puna e pjekjes së filetove, mos i lëm shumë, domethënë që të piqe 1-2 minuta nga njëra anë, 1-2 nga ana tjetër. Kur shuhen me verë ato marrin prap, si thua, atë pjekjen tjetër, kështu që dhe i dim që kur janë kështu të holla dhe mishi njëm, po, një salcë. Kati, duhet ta mbyllim tani me një herë? Duhet ta mbyllim, ja. Shikoni të salcën tani, kjo është që... Atëherë, petullat janë këtu. Pjatën e keni të plot me të gjitha recetat që ne gatuam sot, Kati ka serviruar në një vend, sepse kombinojnë shumë mirë me njëra tjetrën, pra siç është fileto e viçit me prosciutto dhe erza, pilafi me perime dhe sallata me melakë. Jo, mendoj se është mirë aty besoj. Po, e shohim, shumë qartë e shohim, kështu që ta bëjmë dje, mos e luaj fare. Ta vëmë edhe një herë kështu, si më fal. Tani duhet themi mirupafshim. Ani jep edhe një... Ja dha. Faleminderit. Ja dha me një herë, reqim të ganin mos i dikim, hajde të themi mirupafshim zonjave tani. Faleminderit në fakt të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, mos hezitoni të përgatisni, sepse kjo pjatanca është shumë e mirë, ju thash për të shtunë të diell, gjithashtu dhe petullat tuaja për mëngjeset e të shtunave dhe të diellave. Shijoni, konsumoni bashkë me të gjithë familjarët dhe do të merrni atë të lumshin duart nga unë. Mirupafshim edhe një herë. Të lumshin duart. Faleminderit të dashur. Shkojmë në publicitet.